Receta me 2 përbërës për pastrimin e zorrës së trashë dhe largimin e kapsllëkut. Ja si ta përdorni. Disa nga pastrimet më të njohura kanë për qëllim detoksin e zorrës së trashë dhe eliminimin e jashitjes së mbetur në zorë. Pastrimi i zorrës së trashë trajton simptomat e lodhjes, dhimbjes së kokës, mungesës së energjisë dhe shtimit të peshës. Ekzistojnë gjithashtu prova se sistemi nervor preket nga zora dhe për këtë arsye eliminimi i jashitjes së tepërt në zorrën e trashë ose më mirë pastrimi mund të ketë përfitime pozitive që përfshin një gjendje mendore të përmirësuar dhe sistem imunitar më të fortë. Një detoks i trupit është një mënyrë për të hequr qafe të gjitha papastërtitë që krijohen në të. Për këtë arsye ju do të jeni në gjendje edhe të luftoni problematika të ndryshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Sëmundjet e vazhdueshme janë një zakon që prek për shkak të akumulimit të toksinave në trup, të cilat ndër të tjera sjellin akumulimin e fekaleve për shkak të ushqyerjes së dobët dhe stresit të tepërt. Fuqia shëruese e uthullës së mollës mund të jetë një lehtësues shumë i mirë i situatës suaj, sidomos kundër këtyre shqetësimeve. Ajo përmban vitamina, minerale, kalium që ndihmojnë në këtë proces vendimtar të zorrës suaj dhe gjithashtu do të lehtësojnë sistemin tuaj tretës. Përveç kësaj, uthulla e mollës do të jetë në gjendje gjithashtu që të bëjë një zgjedhje të mirë lehtësuese natyrale kundër problemeve tretëse. Dhe mbi të gjitha, rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në mbajtjen e sistemit tuaj tretës më të lehtë. Pastrimi i zorrës suaj me uthull, mollë dhe mjalt mund të jetë një recetë natyrale shumë e rëndësishme në këto raste. Në këtë pije ju mund të realizoni edhe përbërjen e saj në kushte shtëpie. Rekomandohet të pihet çdo mëngjes për të pastruar zorrën e trashë duke filluar ditën të balancuar dhe të freskët. Vloni në një enë 1/4 në litrit të ujit. Shtoni 2 lugë uthullmolle, pastaj 1 lugë gjeve me mjalt. Kjo do ju ndihmojë të eliminoni tërësisht të gjitha papastërtitë nga zora juaj dhe të keni gjithashtu një tretje sa më efikase dhe mbi të gjitha të mos zëvuani nga problemet e zorrës së trashë. Është e rëndësishme që, nëse keni probleme me funksionin e zorrës së trashë, pas disa ditësh të ngarkuara doni ta pastroni atë. Pastrimi i zorrës së trashë ju ndihmon të largoni toksinat nga trupi dhe për të rikthyer atë në një gjendje pune, sidomos edhe në punën më të mirë të aparatit tretës. Për këtë ju duhen vetëm 2 përbërës të thjeshtë që mund t'i gjeni lehtësisht në shtëpinë tuaj. Ju nevojitet uthull, mollë dhe mjalt i papërpunuar. Në një gotë me ujë të ngrohtë ju duhen 2 lugë uthull, mollë dhe 2 lugë mjalt. Këtë përzierje mund ta përdorni në çdo moment të ditës ku ndjeni nevojën të pastroni trupin tuaj. Në këtë do të ofroni edhe një lehtësim më të mirë dhe gjithashtu nevoja për të shkuar në tualet do të jetë më e madhe. Ulëntuesit e Journal of Food Science kanë treguar përfitimet e dobishme që vijnë nga përdorimi i uthullës së mollës. Ajo është e pasur me antioksidant, parandalon luhatjet e sheqerit, parandalon inflamacionet dhe ndihmon në uljen e problemeve të tretjes. Në mënyrë specifike lidhet edhe me problemet e zorrës së trashë dhe mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë për personat që vuajnë nga shqetësimet e saj. Zorra e trashë është 5 metra e gjatë. Ajo zakonisht priret të ketë probleme me funksionin e saj dhe të gjithë duhet t'i kushtojnë më shumë vëmendje. Luan një rol të rëndësishëm në jetën tonë të përditshme dhe për këtë arsye ne nuk duhet ta injorojmë. Ja disa rregulla që nuk duhet ta anashkalojnë për funksionin e saj sa më të mirë. Shtoni në dietën tuaj ushqime me vitaminën C. Kjo vitaminë gjendet te fruta dhe perimet dhe ju ndihmon të pastroni zorrën e trashë, thot një studim i vitit 2015. Prandaj duhet të konsumoni lakra jeshile, brokoli, lule shtrydhe dhe limon. Përdorni probiotik, bakterie miqësore në mbrojtjen e zorrës së trashë. Ulëntimet sugjerojnë që probiotikët mund të ndihmojnë në parandalimin e problemeve të zorrës së trashë. Këto bakterie ndalojnë inflamimin dhe përmirësojnë konsistencën e lëvizjes së zorrëve, 2 funksione të shëndetit të tretjes që kanë të bëjnë me zorrën e trashë dhe nivelet e larta të probiotikëve gjenden në ushqime të fermentuara, siç është për shembull kosi, uthulla, gjithashtu djathje të tjera. Shtoni ushqime me niste në dietën tuaj. Niste rezistente që gjenden kryesisht te ushqimet siç janë bimore, patatet, orizi, bishtaja dhe të tjera, mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për zorrën e trashë dhe mikroflorën e tyre, duke i dhënë kështu sistemit tuaj tretës një mundësi për t'i dhënë fund
problemeve të konstipacionit. 28 rezistente janë gjithashtu shumë efektive. Gjithashtu një rishikim i vitit 2013 mbi 27 rezistente përcaktoi se ato zvogëlojnë edhe problemet e zorrës së trashë. Pini më shumë ujë në dietën tuaj të rregullt për të përmirësuar tretjet. Mungesa e lëngjeve është një shkak i zakonshëm i kapsllëkut, kështu që pirja 1.5 deri në 2 litra ujë në ditë mund ta parandalojë atë. Një mënyrë tjetër për të ndihmuar në plotësimin e nevojave tuaja për marrjen e lëngjeve është përfshirja e frutave dhe perimeve që kanë në përmbajtje të lartë ujë, si kastravec, kunguj të njom, selino, domate, pjepër dhe lule shtrydhe. Sigurohuni të hani më shumë ushqime me fiber në dietën tuaj. Çajrat bimor gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë për funksionin e zorrës së trashë dhe provoni të bëni një lavazh me ujë të kripur. Një studim i vitit 2010 vërtetoi se uji i kripur mund të ndihmojë në pastrimin e zorrës së trashë. Çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqim, përzieni 2 lugë çaji krip në një gotë me ujë të vakët. Pijeni këtë shpejt dhe përsëriteni këtë procedurë edhe në mbrëmje. Kështu, për një periudhë të shkurtër do të keni një tretje më të mirë dhe gjithashtu do të lehtësoni shqetësimet tuaja të kapsllëkut. E kishit menduar ndonjëherë që nëpërmjet jashtëqitjes mund të përmirësoni peshën, ta bëni zorrën tuaj më të trashë edhe më efektive kundër komplikacioneve? Mund të mendoni se kjo fjali është qesharake, por është krejt e kundërta, pasi pastrimi i zorrës së trashë është mënyra më e shkëlqyer për të humbur kilograme të tepërt, por edhe për të përmirësuar florën bakteriale të zorrëve. Lëndët toksike që gjenden në të pengojnë zorrën e trashë të kryejë funksionet e saj kryesore dhe të thithë pjesët e ushqimeve dhe të heqë mbeturinat. Ato gjithashtu ndikojnë negativisht te zorra e trashë duke bërë të vështirë humbjen e saj. Pra cila është zgjedhja për këtë problem të zorrës së trashë? Ka disa dhe janë të lidhura në këtë video. Pini shumë ujë. Kjo është pjesë e organizmit tuaj edhe uji shumë më mirë mund të jetë një zgjidhje efikase. Pjesa më e madhe e njerëzve vuajnë nga dehidratimi, prandaj duhet të pinë jo më pak se 2 litra ujë në ditë. Në këtë mënyrë toksinat që ndodhen në zorrën e trashë do ta kenë më të lehtë të largohen nga trupi juaj. Hani sa më shumë ushqime të pasura me fibra. Përveç kumbullave ushqimeve të tjera që përmbajnë fiber janë avokadot, boronica, fiku, kokosi e të tjera. Gratë e moshës nga 19 deri në 50 vjeç duhet të marrin të paktën 25 gram fiber çdo ditë. Përdorni edhe farat e lirit në dietën tuaj për të përmirësuar kështu sistemin tuaj tretës. Ndaj përdorimi i recetave të duhura sipas kushteve tuaja mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë, lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Farat e lirit shtojnë pothuajse në çdo ushqim dhe drithra madje edhe në kos. Acidet yndyrore në këto fara bëjnë punën e mirë për të realizuar një zorë të trashme efikase. Ato përmbajnë gjithashtu fibra më shumë se çdo farë tjetër dhe janë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese për sistemin tuaj tretës. Zorra e trashë është pjesa e fundit përbërëse e aparatit tretës, por gjithashtu edhe më e rëndësishmja. Ajo heq ujin dhe kriprat nga mbetjet e ngurta që të keni një sistem tretës të shëndetshëm. Pastrimi i zorrës së trashë është shumë i rëndësishëm, gjithashtu parandalon edhe komplikacionet e saj. Në këtë video do të rëndisim ushqimet më të mira për pastrimin e zorrës së trashë. Limoni. Frutat agrume janë efektive për pastrimin e zorrës së trashë, sidomos limoni. Duke pirë një gotë me lëng limoni në mëngjes, ju ndihmoni të pastroni zorrën e trashë dhe të detoksifikoni trupin tuaj. Spinaci. Spinaci ndihmon për të mbrojtur aparatin tretës nga komplikacionet e zorrës. Çaji jeshil. Çaji jeshil është i pasur për trupin tuaj. Çaji jeshil na ndihmon në detoksin e mëlçisë. Bishtajat. Fasulet dhe thjerëzat i bëjnë mirë aparatit tretës dhe ndihmojnë në pastrimin e zorrës së trashë. Drithrat. Drithrat nuk kanë kalori dhe kolesterol. Drithrat duhet të përfshihen në dietën tuaj për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave që i bëjnë ato mirë për sistemin tretës. Avokado. Vaji omega-3 që ndodhet te avokado ndihmon për të pastruar zorrën. Vaji avokados vepron si lubrifikant në muret të zorrës së trashë duke hequr të gjitha mbetjet toksike dhe grimcat e ushqimit. Peshku. Acidet yndyrore omega-3 që ndodhen te peshqit ndihmojnë në pastrimin e sistemit të aparatit tretës, gjithashtu ndihmojnë edhe me tretjen. Hudhra. Hudhra është një bimë që ofron shumë avantazhe për shëndetin e mirë dhe gjithashtu ndihmon në pastrimin e zorrës së trashë. Lëngjet e frutave.
Lëngjet e frutave janë të pasura me fibra që ndihmojnë në pastrimin e kripës dhe detoksin e sistemit tretës. Brokoli. Brokoli detoksifikon zorrën e trashë dhe pastron atë duke mbajtur më të shëndetshme. Gjithashtu pastron mëlçin dhe ndihmon në tretjen e shëndetshme. Përdorimi i këtyre recetave në kushte shtëpie mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese për problemet e saj. Pastrimi i zorrës së trashë është një mënyrë e mirë për të rregulluar tretjen dhe për të pastruar trupin nga toksinat. Uji është mënyra më e mirë për të rregulluar tretjen dhe për të siguruar funksionet më të mira të të gjitha elementeve të trupit. Është i nevojshëm që të pihet të paktën 2 litra ujë çdo ditë nëse nuk bëni aktivitete fizike, por nëse merreni me aktivitete fizike, doza dhe mund të rritet sipas nevojës suaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.